dua ta nis nga Izraeli, nga ajo se çfarë po ndodh jo vetëm në Gaza, por edhe brenda kabinetit luftës së Izraelit. Aty ku duket se në mbledhjen e fundit ka patur tensione midis pjesës së qeverisë dhe pjesës së ushtrisë. Konkretisht, shefi i shtabit përgjithshëm të Izraelit, Eyal Zamir, vazhdimisht ka qenë kundër idesë ofensivës, të kësaj ofensivës së fundit pra aneksimit Gazës, duke shprehur pra rezerva dhe duke thënë që do të ketë shumë kosto dhe do të pengoj në fundit lirimin e pengjeve, ai që është qëllimi të paktën deklarativ i Izraelit. Në kaq kryeministri Benjamin Netanyahu duket i vendosur për ta vijuar ofensivën për aneksimin e Izraelit. Çfarë mund të themi për këtë Sokol? Shiko, unë mendoj që Netanyahu deri diku është midis dy zjarresh, që do të thotë, edhe pse ai vet sigurisht nuk është ëngjëll përkundrazi, kundërta kësaj është ka një rrymë edhe më ekstreme se ai brenda qeverisë së tij, që janë dy ministrat famkeq që mbi të cilët rëndojnë edhe akuza apo mandate arrestesh ndërkombëtare, të cilët i kërkojnë madje që ai të hedhë një votim në kabinetin qeveritar, të hedhë në votim vendimin për aneksimin final të Gazës dhe për vendosjen e kolonive atje. Ndërkohë që nga ana tjetër, kreu i ushtrisë mësohet se i ka kërkuar të hedhë në votim për të pranuar një armpushtim të menjëhershëm dhe lirimin e gjitha pengjeve. Gjë që duhet thënë është pranuar nga Hamasi në bisedimet në Doha të Katarit, ku dhe Izraeli ishte dërguar përfaqësuesit e tij, por mbas pranimit të Hamasit të një marrëveshje që ishte kërkuar kryesisht e modeluar kërkesat e Izraelit, vetë Izraeli nuk ka kthyer më një përgjigje. Madje përgjigjja e Izraelit ka qenë vendimarrja në pritje për një okupim total me trupa toksore të qytetit Gazës, dhe nga ana tjetër retorika e Netanyahut ka qenë pak ambigue, sepse ndërkohë që po diskutohet për pushtimin territorial toksor të qytetit Gazës, nga ana tjetër Netanyahu shprehur se është dhe i gatshëm që në çdo moment të pranojë, të nisë bisedime dhe të pranojë një armpushim apo një paqe përfundimtare me kushtet që e kërkuara nga Izraeli. Të krijon pa konfuzion ky qëndrim i dy anshëm ambiguitet, pra ndërmjet vendimarrjes për të bërë luftë dhe vendimarrjes për të dhe hedhjes së dorashkës për të bërë paqe. Analistët mendojnë se të dyja janë strategji për të marrë kohë dhe për të zgjatur luftën edhe më tej, nga që mund të pritet mendohet. Pra janë strategji të mirë kalkuluara, që Netanyahu të vazhdojë qeverisë, të shmang proceset gjyqësore, të kënaqë në ridikuar eksat e ekstremistëve, super ekstremistëve brenda kabinetit të tij, dhe nga ana tjetër të bëjë sikur edhe po përpiqet të arrijë paqen, sikur po kërkon bisedimet. Në fakt, ajo që po shohim sot është ajo që analistët janë ndruar gjithmonë se është arsyeja e vërtetë pse nisi gjithë kjo katraur, gjithë kjo masakër. Aneksimi i një territori i veshur me pretekste apo me arsyetime nga më të ndryshmet. Edhe pse izraelitët mund ta quajnë të si një deterrent që po ushtrojnë ndaj Hamasit që mos ta mendojë më kurrë përsëritjen e një sulmi terrorist si ai famkeqi i tetorit të 2 vite kusture më parë, gati 3 vite tashmë, po afrohet 3 vjetorit, nuk ka logjik njerëzore apo arsye që të justifikojë atë që ju bë 62.000 civilëve të deklaruar deri më tash në Gaza si të vrarë, ndër të cilët mbi 20.000 fëmijë, sepse ka një disproporcionalitet të llatarshëm midis asaj që ju bë Izraelit dhe e kundërta, asaj që po i bëhet palestinezëve. Dhe disproporcionaliteti nuk është diçka një gjykim subjektiv, po është edhe një normë së drejtës ndërkombëtare, pra lufta me norma të drejtës ndërkombëtare është e ndaluar për shtetet apo për entitetet e ndryshme, por dhe kur ka luftë, ka disa ligje lufte që imponojnë proporcionalitet. Pra nëse të godasin me Kalashnikov apo me llastiqe me gur, nuk mund të përgjigjesh me dron, me bomba apo me raketa balistike. Pra, ne po shohim një masakër që bëhet në popullsisë civile kryesisht për arsye dhe po shohim dhe operacionet ushtarake të Izraelit, nuk e fshehin në vetvete qëllimin që ato kanë. Një pjesë e mirë e operacioneve ushtarake mbajnë emrat
emra biblik, pra mbaj referenca fetare. Dhe këto referenca fetare biblike ku kjo për shembull, ky operacioni i fundit quhet Karroca e Gideonit, dyshin. Po, Karroca e Gideonit, pra Gideoni ka qenë një shpëtimtar i Izraelit ndaj ordhive të tjera që izraelitët gjykojnë se rrezikonin mbretërinë e tyre. Por edhe aksionet të tjera kanë qenë të tëra të veshura me epitete fetare, që nuk është një rastësi, por përkundrazi është ajo që Izraeli synon të arrijë. Një Izrael të madh, një tokë të premtuar, në pritje që të vijë i dërguari Mesias, edhe ata janë një fe monoteiste mesianike. Presin që i dërguari të mbri. Po ndryshe nga krishterimi Netanyahu, nuk e di unë tash këtë. Fakti është që po përgatisin terrenin që ky i dërguar të mbri një Izrael sa më të begat dhe të madh. Dhe po e bëjnë këtë në kurrizë të drejtave të njerëzit, në kurrizë të humanizmit, duke kryer një gjenocid, duke kryer krime lufte, shfarosje, pastrim etnik dhe çfarëdo lloj krimi tjetër që po e thonë organizatat ndërkombëtare nga më autoritarët, ekspertët më autoritarë tashmë, dhe jo vetëm disa njerëz që nuk janë simpatizantë të Izraelit. Fakt, çështja e dytë që doja të diskutonim është ai plani që ishte publikuar tek The Washington Post para disa ditësh, ku akronimi ishte goxha, po them, ironik, sarkastik, sa i takon dhe që përputhet dhe me moton e Trumpit, domethënë të bësh çdo gjë të madhe sërish, pra edhe Gazën. Pra Gazën ta bëjmë të madhe. Great, akronimi Gaza, Riviera dhe diçka tjetër. Ku unë e pash edhe një sy shkurtimisht, më thënë, bëj fjalë për zhvendosjen e rreth 2 milion banorëve të Gazës me mbështetje dhe me incentivat të natyrës që do të paguaj qeraja për 4 vite, do të marrin $5.000 kush pranon të zhvendoset, etj. Fatmirësisht ky plan nuk është faktuar, po themi është hedhur poshtë, nuk e di, domethënë si qëndron e vërteta e kësaj. Po, e vërteta vjen erë që fakti pse duhet të ketë një motivim kaq të madh për të paguar gjithë këto para, për të larguar këta njerëz, kur pastaj thuhet se është largimi i përkohshëm. Që këtu vjen erë, dhe por mendoj se është një projekt që patjetër që me gjuhën e forcës dhe të dhunës mund të realizohet, por në kushtet aktuale, me ritmet që Izraeli ka kryer masakrat që ka kryer në Gaza, nuk e shoh që të jetë realizueshëm për një kohë të shkurtër apo të shpejtë. Sepse i bie që nëse në rreth 3 vjet ke vrarë 60.000 apo 70.000 civilë, se janë shumë njerëz në rrënoja që ende nuk dihet fati tyre, sa do të duhesh ende për të larguar me forcë dhe 2 milion të tjerë. Pra, nuk mendoj se ka një palestinez që ata duhet të dim pak dhe psikologjinë dhe besimin fetar të palestinezëve të gazanëve. Ata e shohin martirizimin si një kauzë vetëfrijimi për cilën ja vlen të sakrifikosh në këtë jetë mes mizorive ku ata jetojnë, ai shihet si një çlirim mbase. Dhe kur gazanët nuk janë larguar përballë genocidit dhe pastrimit etnik dhe urisë të imponuar apo në mbreshërinë e bombave dhe vrasjeve të civilëve, si mund të largohen ata duke ju dhënë nga një karrot tani dhe të largohen nga tokat e tyre ku kanë qenë kush e di prej sa shekush. Dhe më kujtohet gjithmonë një shprehje i presidentit italian të së shkuarës që i kujton izraelitëve, ore nuk ju kanë përzënë arabët nga territoret tuaja në rast se ju ka përzënë dikush. Duhet të gjeni se kush e ka bërë atë. Pra nuk ka gjithë kjo urrëtie, gjithë kjo mllef, gjithë kjo po fal, ky profesor ishte italian. Kundër arabëve. Duhet të ketë çik dhe një konotacion historik. Nuk të këqijat e hebrejve nuk i kanë ardhur nga arabët. Sigurisht. Ky ndjes një ndërhyrje thjesht edhe për ta shtensionuar pak situatën. Ky profesor ishte italian, ky që sapo citove apo jo? Ishte presidenti patjetër i Republikës. Po saktësisht pra Boj ka qenë s'po vjen mbi emër tash, presidenti i famshëm që ishte edhe në kupën e botës të F2-shin duke festuar fitoren e Kupës së Italisë. Qartë, jo, për ta nisur eksodin e hebrejve ishin pikërisht romakët, prandaj të pyeta si nga ishte ky profesor ky. Dakor. Domethënë se historia s'ka fund. Sa të qenë italian. Sigurisht. Po mirë, dakor, edhe patjetër evropianët, po jo arabët. Pikërisht.
Ajo që unë dua të kuptoj për ta mbyllur këtë çështje të dytë është mënyra se si Shtetet e Bashkuara të Amerikës po sillen ndaj përfaqësuesve palestinezë edhe në Kombet e Bashkuara. Pra, nga një anë kemi këtë dokument që rrjedh në Washington Post, nga ana tjetër kemi ndalimin e dhënies së vizave për përfaqësuesit palestinezë. Unë nuk e kuptoj motivacionin, po domethënë ku qëndron rreziku për motivacioni është që mos bën një show mediatik në Kombet e Bashkuara, në zemër të New Yorkut, në strehën e Trumpit, të bën një show aty mediatik që të marrë një hovë dhe një hond të jashtëzakonshme, mbasi Franca, Britania, Australia, Kanadaja të njohin faqet botës Palestinën, dhe kjo të shkaktojë një reagim zinxhir në mbar botën. Dhe Shtetet e Bashkuara, duke qenë se nuk i refuzojnë të vizat këtyre kombeve të fuqishme perëndimore, ja refuzojnë palës palestineze që ajo mos dali si një fitimtare triumfatore në hyjmin e Trumpit, në hundën e presidentit Trump. Do ishte një operacion PR-i i dështuar e gjithë kjo luftë që po ndodh në Gaza me bekimin e Trumpit dhe me bekimin e administratës mëparshme Biden, nëse në shtator shtetet që kanë thënë se do ta njohin në Palestinën do të bëjnë një show dhe johon të tillë PR-i dhe me media që do të ketë një reakcion zinxhir dhe do të pasohet nga shumë vende të tjera që nuk kanë njohur ende Palestinën. Por duhet të vëmë në dukje edhe hipokrizinë e gjithë kësaj, pra Francës, të Britanisë që u kujtuan mbas pilafit, mbas 10 mijëra viktimash që të bëjnë një deklarim për njohjen e shtetit palestinez dhe këtë të anonçojnë 2 muaj para se të ndodhë, për t'i dhënë kohë Izraelit që të vendosë çizmën në terren dhe më pas t'ju thotë që ju Palestinë do jeni vetëm letër sepse në tokë jemi ne, është Izrael. S'ka më Palestinë, pra kur kujtohen të njohin Palestinën. De facto nuk ky shtet nuk ekziston. Çfarë do njihni? Pikërisht kur edhe këtu ka hipokrizi, pra, i dhanë kohë dhe gjatë kësaj kohe që ata deklaruan dhe shpallën këtë vendim, Izraeli po bën punë të pista për ta mbyllur të shpejt çështjen dhe për mos të patur më një shtet palestinez. Po flitet pra për të aneksuar dhe pjesë të bregut perëndimor me urgjencë, njëkohësisht me atë që po bëhet në Gaza, ku në rastin më të mirë do ketë thjesht një prani të përhershme izraelite që nuk do ta lërë më atë vend të lulëzojë, ndërsa në rastin më të keq do ketë një përzënje të detyrueshme forcërisht të gjithë gazanëve me kosto të mëdha jetësh njerëzish. Qartë. Edhe pse më falë se çfarë diçka, edhe pse pasojat, pse askush nuk do që t'i marri i palestinezët në tokë të vet, jo se palestinezët në vetvete përbëjnë kanë ndonjë dëmk të caktuar, por sepse imagjinoni frika është Izraeli. Imagjinoni të keni gjithë atë popullsi e cila riorganizohet në Egypt, riorganizohet në Yemen, riorganizohet në Jordani, riorganizohet në Liban, pra në vende kufitare, dhe ndërmerr prapa aksione të vogla, qoftë në Gaza apo qoftë në brenda Izraelit. Do të thotë që lufta do zhvendoset. Dhe kjo dashje pa dashje mund të jetë dhe e qëllimshme nga orekset që Izraeli ka shfaqur për Izraelin e Madh. Pikërisht këtë doja të pyesja. Nga Egjipti, siç ka ngrënë në Siri, të shkaktoj dhe një trazirë edhe në Liban dhe në Egjipt, siç ka bërë në Liban, siç ka bërë në Palestinë. Është skenar real ai që edhe kryeministri Netanyahu e përmendi vetë Izraelin e Madh dhe siç analistët e kanë treguar që shkon deri në brigjet e Eufratit, më thënë. Duket kur ata e thonë vetë, e shpalosin për çfarë ngrem ne ende, për çfarë ngrem pikpyetje. Dëshira ekziston, puna është sa mund ta arrin. Mund të arrin me ritme shumë të madha, por nëse deri sot nuk ekziston mundësia për të eskaluar një precedent përtej Gazës dhe Libanit dhe Sirisë, me zhvendosje e refugjatësh palestinezë në Egjipt apo në Jordani apo në Liban apo në vende të tjera kufitare, imagjinoni, pastaj Izraeli ka duart e lira për të ndërhyrë me pretekstin se Hamasi dhe terroristët e tij po të cënojnë ekzistencën e Izraelit. Po dua të kuptoj diçka se qeveria e Izraelit besoj e ka shumë të qartë që aty rreth rrotull nuk janë thjesht shkretëtir, nuk është rrër. Janë miliona shtetas të shteteve të tjera që jetojnë në Liban, në Siri, në Jordani, në Egjipt. Çfarë do bëjnë këta me gjithë këtë popull? Domethënë se nuk e kuptoj çfarë po kërkojnë këta të bëjnë. Ke fjalën për popullsinë e Gazës? Jo, e kam fjalën për popullsinë në vendeve të tjera, ku këta të paktën deklarativisht janë shprehur për Izraelin e Madh. Pra Izraeli i Madh bie, po themi, si sipërfaqe mbi miliona
mbi miliona popullsi po flas. Prek dhe pjesë të Turqisë. Domethënë, a është ky një projekt i Izraelit apo është një projekt i fuqive perëndimore për të futur një pyetje? Nuk do doja pastaj të hynim në teori. Mund të bëjmë teori konspiracioni dhe nuk është ky qëllimi. Jo të tilla. Projekti i fuqive perëndimore ka qenë ai instalimi të Izraelit aty ku ka qenë në kufit e para 1968-s, nëse nuk gaboj. Pra, atje ku Izraeli vendos në 48-ën me vendim të fuqive të mëdha të OKB-s, gjithsesi ishte si një shpagim që Evropa i detyroi hebrejve si komsi, dhe që deri diku ishte gjithë pranuar dhe nga faktori arab. Pastaj, ndodhi që me implantimin e shtetit të ri izraelit në të territor ku ishte fillimisht, ndodhi Nakba famkeqe e dëbimit të 700.000 palestinezëve. Mbas Nakbës ka pasur disa intifada që janë, do të thotë, rezistencë, ndërkohë që Nakba do të thotë katastrofë. Ka pasur një rezistencë e cila është pasuar nga kundërpërgjigje gjithmonë dhe të përshkallëzuar edhe më të ashpra izraelitët, që janë përkthyer edhe në aneksime apo pushtime territoresh në mënyrë permanente dhe në zgjerimin e Izraelit në ato kufi që e njohim sot, me hir apo me pa hir. Tani Izraeli po kërkon përtej kësaj, kërkon të rishejp, të rishkundi lindjen e mesme, siç ka thënë Netanyahu. Dhe këtë e ka bërë, deri diku ka bërë në Siri duke shkatruar komplet Sirin, duke kthyer një shtet të rënuar nga lufta dhe duke patur një akses të lirë në gjithë pjesën jugore të Sirisë. Nëse nuk gaboj, në pjesën jugore, ku është në kufi me Izraelin. Pikërisht, në lartësitë e Golanit, po. Në lartësitë e Golanit, në atë pjesën aty. Po lartësitë e Golanit ka të kapura që në luftën e 7-6 ditëve, por ka vajtur përtej, pra ka vajtur në pjesën e Golanit sirian. Dhe përtej kësaj i ka dhënë vetes një të drejtë që të ndërhyjë deri në Damask kur kërcënohen dhe etnia druzët, që janë musliman të një sekti tjetër që anojnë disi nga shiitët, janë musliman dhe që ka një prani të qëndësishme edhe brenda Izraelit. Po dhe druzët janë përdorur si pretekst për mendimin tim, janë përdorur si pretekst që Izraeli të shtoj influencën ushtarake në Siri dhe t'i afrohet më tepër Damaskut. Po mbas Damaskut pastaj radhën e ka Stambollit, më kupton? Me këtë ritëm. Ashtu sikur se mbas West Bankut dhe Gazës e ka radhën Libani, e ka radhën Egjipti, e ka radhën Jordania. Edhe Turqia mbas Sirisë është rrezikuar nga ky sulm i pa fre. Nuk këtë e balancon vetëm një forcë e njëjtë ose më e madhe. Siç pam përkohësisht pakën në rastin e Iranit. Irani mund të jetë një vend autoritar apo diktatorial, por mund të jetë nga ana tjetër një vend që vret 62.000 civil, se ne e quajmë demokraci. Pra, për mua këtu flasim për dy regjime brutale që përballen me njëri tjetrin për të vendosur se kush do të vendosë hegemoninë në lindjen e mesme. Është thjesht një ushtrim force me synim për të pasur më tepër influencë tek aleatët rajonal, për të zgjeruar territore dhe për të krijuar një shtet më të madh dhe më të fuqishëm. Duket si histori dhe me mjete primitive të ndodhura në kohët sotme kur flasim për drejtat e njerëzit, kur flasim për ndalimin e luftës me traktatet ndërkombëtare. Kthehemi tek periudha e para luftës së dytë botërore me këto koncepte, me gjuhën më të fortit, me zgjidhjen e konflikteve nëpërmjet luftës, që ishte diçka normale para luftës së dytë botërore. Shihsi diçka e shëndetshme, pra kur dy shtete kanë mosmarrëveshje, shkojnë tek lufta dhe me mbarimin e luftës mosmarrëveshjet mbarojnë, sepse fituesi merr ato që do dhe humbësi nënshtrohet. Qartë. Kthehemi në koncepte që bien ndesh me të drejtat e njerëzit në shekullin ku jetojmë. Qartë. Sokol, se dua të kaloj edhe në çështje të tjera, do shkojmë në Kinë, aty ka pasur një zhvillim që u pasqyruar gjithësisht në gjitha mediat ndërkombëtare, bëhet fjalë për samitin e Organizatës Bashkëpunimit të Shangajit që u mbajt në Tianjin, ku ajo që bëri përshtypje ishte fotoja dhe takimi shumë i përzemërt mes tre liderëve, po them të lindjes, nëse supozojmë që perëndimi i Shtetet e Bashkuara, të Rusisë, të Kinës dhe të Indisë së Bashkuar, dy prej cilave janë pra shteti me sipërfaqe më të madhe në botë dhe dy shtetet me popullsi më të madhe në botë.
ku në këtë summit në Tianjin u zotua Kina edhe për një farë patronazhimit të jugut botës përmes ekonomisë së saj, themelimit të një banke zhvillimore etj. Por deklaratat ishin ato që bën më shumë përshtypje. Deklaratat e Putinit mbi fajin e NATO-s për atë që po ndodh në Ukrainë, deklaratat e Modit dhe deklaratat e presidentit kinez. Është ky një moment thyrje i prodhuar edhe nga Donald Trump. Shiko, ky është një moment normal i zhvillimit, stadit të zhvillimit global të poleve të reja emergjente që me rënien e murit Berlinit, që kanë dalë në sipërfaqe dhe që tashmë jo vetëm po afirmohen, por që tashmë kanë një plan konkret veprimi. Po. Pra, mbas 30 kusur vitesh, këto pole emergjente kanë një zhvillim të atill ushtarak, ekonomik, territorial, gjeopolitik, që i bën të jenë në gjendje që të afirmohen si fuqi me të drejta të plota në tryezën e fuqive globale për vendimarrje, dhe madje Pekini u ofrua konkretisht në suazën e kësaj, u ofrua si një epiqendër e re globale për leadershipin botror, pra si një qendër e re alternative. Madje analistë të ndryshëm e shohin edhe si ofrimi i një qendre më stabil i të bërit ekonomi përballë një oscilacioneve që vinë nga Washingtoni me zotin Trump që kërcënon me tarifa që mund ta shkatrojnë ekonominë globale dhe të shkatrojnë recesionin në vende të ndryshme të globit përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara. Pra Pekini këtu paraqet veten si një partner i besueshëm me të cilin mund bëhet biznes dhe me të cilin sapo nënshkrua një marrëveshje pa precedent për naftën dhe gazin me Federatën Ruse. Kështu të paktën e përshkroi Putini, paktin e ri me Kinën. India që gjithashtu dihet që është një blerës i madh i resurseve natyrore të Rusisë, është interesuar në këtë mes, edhe pse është një vend që në letra është pjesë e Commonwealth-it dhe duket pak e çuditshme që të anoj drejt bllokut antagonist me Perëndimin, por që si duket e kanë arritur atë autonomi për cilën ai shumë ka luftuar, që nga koha e Gandhit dhe indianët sa që për interesat e tyre kombëtare të shohin andej nga Universi. I ka shtyr Donald Trump, sikur se kanë qenë për shekuj me radhë. I ka shtyr Donald Trump tre liderët, po them Modin, Putinin dhe Xi Jinping, që të bashkohen për shkak të së parit politikës tarifave që i ka vendosur secilit prej tyre dhe së dyti për shkak të paparashikueshmërisë së tij si personazh. Shiko, duhet patjetër që ky është një demonstrim force dhe kompaktësimi i këtyre fuqive. Nuk është rasti që ndodh tani, po ndodh përballë një bote dhe një OKB-e që duket shumë e brisht në vendimarrje për të ndalur kasapanet dhe masakrat e kryer vetë nga shtetet të shqyrtuara perëndimore. Dhe ironia është që vendet të cilat perëndimi apo në vendet tona jemi mësuar të shohim si diktatura brutale apo regjime autoritariste që ndëshkojnë fjalën e lirë, ndëshkojnë gazetarët, ndëshkojnë kundërshtarët politik, tani këto vende befas na paraqiten si vende me të cilët mund të bëhet biznes në mënyrë më stabil, si vende që ofrojnë alternativa zhvillimi, alternativa investimesh dhe një begati më të madhe. Mund të duket si boshti së keqes përballë perëndimit, por nga ana tjetër unë mendoj se ka ardhur koha që perëndimi dhe konkretisht Bashkimi Evropian të jap një model alternativ më stimulues. Ashtu sikurse në kohën e perdes së hekurt, pra të komunizmit që kishte pushtuar të gjithë Europën lindore, perëndimi, Shtetet e Bashkuara dhe Evropa perëndimore kishin një fuqi të jashtëzakonshme, imazhi dhe mediatike, një soft power të llatarshëm që ndikonte tek bota e rënuar ekonomikisht e lindjes. Edhe sot mendoj se ky perëndim duhet të rigjejë energji të reja dhe të rivitalizojë imazhin e tij përballë një boshti të errët që befas është veshur me petkun e alternativës të leadershipit global, një alternative më të qëndrueshme. Pra është ironike që sot duket sikur destabilizimi vjen nga Shtetet e Bashkuara, nga zoti Trump dhe nga Evropa. Por deri diku qëndron, se a është destabilizim ajo që ndodh në lindjen e mesme nga hiçi ku legjitimohet gjenocidi në shekullin ton, në kohën e transmetimeve direkte, në kohë reale ku ne shohim masakra të tmerrshme. Pra nëse
nëse Putini është duke bërë një masakër dhe një luftë pushtuese dhe vrasëtare që duhet ndalet me çdo kusht, sepse është shkelje të çdo norme të OKB-s dhe traktatit të San Franciscos, të njëjtën gjë po bën dhe Netanyahu. Nëse ndajë pastaj që ky po e bën se u sulmua nga terroristët, ndërsa Putini është vetë një terrorist, to pastaj vetëm pikpamje subjektive që pikërisht erodojnë institucionin atë paladinin e drejtësisë që do të ishin Kombet e Bashkuara, duke i dhënë Netanyahu justifikime për kazus belli të tij, ndërkohë që Putini për të njëjtën gjë akuzohet si e keqja e njerëzimit. Perëndimi tregohet shumë i njohshëm dhe mban krahun e së keqes në këtë rast, ndërkohë që duhet të ishte një ndërmjetës i së drejtës, që të ruan ato pozitat morale të superioritetit të leadershipit global. Prandaj themu që mbas ka ardhur koha që BE të distancohet fort nga Shtetet e Bashkuara dhe të mbajë një qendrim alternativ, sepse pasojat e luftës në Ukrainë dhe në Gaza, në Palestinë vijnë kryesisht në dyert e BE-s, me lumë migrantësh, lumë njerëzish të papunë, të uritur, terroristë që infiltrohen dhe shkaktojnë destabilizime sociale në këtë shoqëri përkatëse. Përpara se të kaloj dhe të flasim disa gjëra shkurtimisht për Shtetet e Bashkuara, se aty presidenti Trump nuk lë asnjë ditë pa prodhuar ngjarje që ja vlen të diskutohet. Dua të ndalem së fundmi në Ukrainë, në një çështje tjetër, vetëm për pak pasi 2 ditë më parë, po 2-3 ditë më parë, atje u vranë në një atentat ish ligjvënësi dhe ish kryetari i Parlamentit të Ukrainës Andrej Parubi. Në një atentat në derën e shtëpisë, pra nga një porositës, nga këta që vinë, që cilin shpërndarësit e ushqimeve. Një ngjarje që ka bërë bujë, po ngelet ende e pasbardhur, pra thuhet që ka dorë Rusia, po çfarë mund të sqarojmë më tepër se sa kaq, se me Rusinë dihet që është në luftë ajo. Ukraina është një vend në luftë dhe shumë kollaj të depërtosh të brendësitë të saj nëpërmjet spionazhit. Ndërkohë që edhe vetë ukrainësit kanë depërtuar në Rusi në disa raste, edhe në Rusi kanë ndodhur vrasje që edhe pse kanë ngelur enigma nëse është vetë dora e Kremlinit apo aty se aty është dhe Putini që ndëshkon ata që i dalin kundra. Por imagjinoni edhe shërbimet e Izraelit për shembull doli që kishin përdorur telefonat e trobrojave të liderëve më të lartë iranian për t'i hedhur në erë dhe për t'i goditur saktësisht dhe për t'i vrarë. Pra, mendoj se edhe Rusia i ka kapacitetet dhe mjekët për të goditur Ukrainën që është një vend në luftë. Por ajo që është shqetësuese është që për te Ukrainës kjo influencë dhe këto mësymje nëpërmjet spionazhit apo nëpërmjet goditjeve të kibernetike, siç ndodhi me avionin e Ursula von der Leyen, janë sulme ruse kibernetike që tregojnë një superioritet dhe që duhet një kundërpërgjigje dhe një reagim nga Evropa që të jetë në atë nivel ose më i fortë. Pra, si ka mundësi që Evropa tash është në sulm rus në krahun lindor, avionet e saj hakerohen vazhdimisht, dhe qytetarët dhe pilotët janë në panikë dhe rrezikojnë të rrëzohen dhe të shkaktojnë viktima, dhe Evropa nuk ka një kundërmasë mbrojtëse ndaj kësaj. Është absolutisht një pozitë inferioriteti dhe që do një reagim të menjëhershëm. Pra Evropa është mbrapa në këtë, Rusia është në rolin e agresorit, ndërkohë që Evropa është në rolin e viktimës së pambrojtur. Von der Leyen, duke ndodhur ky aksident, tha që duhet marrë masa edhe më urgjente për ta luftuar këtë. Shqyrë që ndodhi mbasi që të reagojnë pak më shpejt, dhe shqyrë që nuk ndodhi një fatalitet më i madh se sa aq, sepse avionet që sulmohen nga sulme të tilla rrezikojnë të gënjehen nga radarët dhe të u bëjnë ulje të gabuara për të shkaktojnë viktima. Pra Evropa është në sulmin rus, jo vetëm Ukraina, qoftë nga ana e spionazhit, qoftë nga ana e sulmeve të teknologjisë sofistikuar. Dhe duhet që të ketë një reagim, i cili nuk mendoj se është vetëm ai dërgimi të trupave të NATO-s në Ukrainë, po është pikërisht një luftë hibride që përfshin soft power, që përfshin teknologjinë. Do të jetë gjithashtu, por do të vim prapë këj superioriteti i modelit perëndimor që ndikojnë në rrëzimin e perdës hekur. Sot duket sikur po ndodhet kundërta. Televizioni rus, RT-ja ruse ka bërë një zgjerim të jashtëzakonshëm në glob gjatë 2 viteve të fundit. Ku është BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara në këtë pikpamje, me influencën e tyre qoftë politike, qoftë propagandës. Nuk them se janë më mbrapa, padyshim, por janë në pozita vështirësie, e gjykoj. Qartë.
Dua që së fundmi, Sokol, të diskutojmë ca gjëra në lidhje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç thash, aty ka ngjarje, presidenti Trump po e them kështu, prodhon ngjarje të përditshme aty, lajme të përditshme. Edhe sikur nuk po mësohemi dot me imazhin e ri që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po fitojnë dita ditës, sikur nuk po na duket kjo Amerika që kemi parë më herët në lajme, kemi lexuar në deklarata, po kemi parë edhe në filma, pse jo. Duket një gjë krejt tjetër që nuk po e kuptojmë tamam se ç'është. Për shembull, presidenti Trump së pari një gjykat ka rrëzuar këtë vendimin e tarifave si antikushtetues apo në kundërshtim me ligjin, po pritet që ta fitojë në apel sërish presidenti Trump këtë çështje e tarifave. Po nga ana tjetër, për shembull, kemi faktin që ai kërkon që votuesit të identifikohen me fytyrë, ndërkohë që kjo rrëzon parimin e votës së fshehtë. Nga ana tjetër, kemi këtë shtimin e këtyre policëve të National Guard nëpër qytete, në emër të rendit dhe të ligjit. Kjo ka sjellë përplasjen me disa guvernatorë, guvernatori i Kalifornisë, guvernatori i Illinoisit. Nga ana tjetër i ka hequr mbrojtjen ish zëvendës presidentes Kamala Harris. Qa po përpiqet të bëj ky presidenti Trump? Qarë është kjo gjëja? Atëherë, unë mendoj se nuk është e rastësishme, është një strategji, po strategji e bazuar tek politikat e ditës, më shumë se një strategji e bazuar tek një veprim afatgjatë dhe i qëndrueshëm. Trumpi luhatet sipas humorit, duket në këto raste, dhe duket që më tepër do të vepron për një showmeni që do të mbetet në vëmendjen mediatike të lajmeve, apo qoftë të fitojë çmimin Nobel për paqen me çdo kusht, edhe pse nuk e di se sa do ta arrijë këtë, me ato që i ndodhi me zotin Putin, që duket se e çojnë në nivele të paimagjinueshme Amerikën në tryezën e bisedimeve si një superfuqi. Kemi kaluar, duket sikur kemi kaluar tek SBA-ja që është kthyer në rolin e një tajkuni që bën vetëm dille biznesi dhe i sheh kundërpalët si kundërpalë me të cilët mund të ofrosh dhe të marrësh atë që ti do, edhe pse ndryshe nga disa vende ku ka arritur të vendos paqen, si në disa shtete në Afrikë apo në disa Armenisë dhe Azerbajxhanit, në rastin e Putinit u kuptua qartë se nuk mund të trajtohej dot Rusia si Azerbajxhani. Si shtetet të tjera Ronxho Bonxhe, që mund të imponosh paqen apo luftën. Më kupton? Kështu që edhe në brendësi të Shteteve të Bashkuara është një kaos që po krijohet, mbase në ëndrrën e madhe të zotit Trump është kjo dëshira që fle për ta shtyrë mandatin e tij pa limit, për të qenë presidenti stilit mbret. Por nëse kujtojmë atë që ka thënë një nga bakallarët themelues Shtetet e Bashkuara, që ju lutën që të vazhdonte presidencën e tij nga dashuria që amerikanët kishin për të, i tha nuk hoqja mbretin anglisë të bëhen vetëm mbret. Pra, është një parim kushtetues i Shteteve të Bashkuara e mandati kufizuar i presidentit, pikërisht si garanci që vendet mos bjerë në autokraci apo në diktaturë. Apo bie Amerika, apo shkon drejt autokracisë, apo realizohen ato skenarët e filmave që ne kemi parë. Garancive kushtetuese dhe ligjore që ka si një traditë konsoliduar tashmë. Pra do i druhesh atë demokracitë e reja, si demokracitë e Amerikës Latine, apo këto në Ballkanin Perëndimor, që nuk kanë gjurmë demokratike afatgjata, rrezikojnë të luhaten nga herë në semi-demokraci, herë në semi-diktatura, herë në autoritarizëm. Luhaten fort midis këtyre dy poleve. Por që të mendosh që demokracitë e konsoliduara, si e Britanisë së Madhe, si Shtetet e Bashkuara, të bien befas papritmas në autokraci, e shoh të pamundur për shkak të kulturës demokratike, të garancive kushtetuese dhe të sistemit të drejtësisë funksional. Pra, edhe pse dëshira e zotit Trump është e tillë, mendoj se do mbetet thjesht një dëshirë, ai do të shkartoj thjesht një tymnaj, dhe plus është për të parë se sa i dashur është nga populli që ai të vazhdojë të qeverisë pa fre, pa limit. Nuk mendoj se ka një mbështetje të tillë. Po shiko, në fakt ky është meraku im. Pra nuk është thjesht çështje e vullnetit politik të zotit Trump, po ka dhe një bazë të madhe elektorale. Pra si thua, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
janë në një kuptim të përçara shumë thellë elektoralisht, a mundet që kjo përçarje të prodhoj përplasje të padëshiruara, civile? Që se mbaj më përplasje Capitol Hill, duke se përshimim pushtimin e kryeministrisë së Shqipërisë në vitin 98. Gjë e pa imagjinueshme për Amerikën. Për të perifrazuar Rusoj thoshte që shenjtëria e ligjeve varet nga jetëgjatësia e tyre. Pra kur ligjet janë të tilla si Kushtetuta e Shtetit Bashkuara që janë të paprekura për shekuj, ato kthehen të shenjta, janë të paprekshme. Kështu që nuk mendoj se e ka dikush forcën ligjore apo morale për të ndryshuar çështjen e afatit presidencial të Shtetit të Bashkuara, kapitulli i mbyllur. Përjashton një kataklizëm që unë dyshoj se zoti Trump mund ta shkaktonte me revolta apo duke i çuar gardën guvernatorëve apo janë thjesht disa veprime prej showmeni që duan thjesht të marrin vëmendje për momentin, po që nëse ka një plan për më të madh se ky, mendoj se është plan i dështuar, destinuar të dështojë keqës. Nuk do ishte një puç. Imagjinoni do të një puç kushtetues të Shtetit të Bashkuara, një puç ka ndodhur kur Hitleri mori pushtetin, për shembull. Flasim për diktatura fashiste apo naziste. Tani të bësh një puç nazist në Shtetet e Bashkuara do ishte fundi i botës, si thua, do ishte një kataklizëm e pa imagjinueshme. Por që presidenti Trump e ka shprehur her pas here këtë dëshirë, edhe për shembull takimin me Zelenski. Që po të ketë luftë, s'bëjmë zgjedhje. Bësh lufta të vazhdosh qeverisësh, nuk qeva keq. Qartë. Batuta mediatike më tepër, por që kur i thot presidenti i vendit më të fuqishëm në botë të lënë të patak.